Procedura të reja në aeroportin e Prishtinës për fluturime, udhëtarët këshillohen të përdorin check-in online. Aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës, Adem Jashari, ka njoftuar për disa përditësime në procedurat e udhëtimit, të cilat kanë hyrë në fuqi nga 1 prilli 2026, duke synuar lehtësimin dhe përshpejtimin e procesit të fluturimeve. Udhëtarët këshillohen të përdorin check-in online dhe të mbajnë kartën e embarkimit në celular ose të printuar, ndërsa pasagerët pa bagazh të regjistruar mund të shkojnë direkt në portën e nisjes. Po ashtu është theksuar se pasagerët duhet të jenë në aeroport shumë më herët se sa zakonisht, duke filluar nga 3 orë para orës së nisjes së fluturimit, për shkak të procedurave të embarkimit dhe mbylljes së check-init. Aeroporti u bën thirrje të gjithë pasagerëve që të jenë në aeroport më herët dhe të respektojnë oraret e përcaktuara sipas politikave të linjave ajrore, thuhet në njoftim. Gjithashtu, autoritetet kanë kërkuar që gjatë regjistrimit online të plotësohen saktë të dhënat personale dhe dokumentet e udhëtimit, pasi çdo gabim mund të shkaktojë probleme gjatë procesit të embarkimit. Udhëtarëve u rekomandohet të informohen paraprakisht për fluturimet e tyre dhe të ndjekin udhëzimet e linjave ajrore për një udhëtim më të shpejtë dhe më të lehtë.